nderuar shkëlqësia juaj, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës së Kosovës. I nderuar shkëlqësia juaj, Dimal Basha, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. I nderuar shkëlqësia juaj, Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës. I nderuar zoti William Walker, ish shef i misionit të OSBE-s në Kosovë. Të nderuar përfaqësues diplomatik në Republikën e Kosovës. Të nderuar familjar të martirëve të Reçakut, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe lokale, të nderuar mysafir, zonja dhe zotrinj, sot nuk jemi mbledhur për të shënuar vetëm një datë. Sot jemi mbledhur për të kujtuar njerëz, për të kujtuar dhimbje dhe për të mbajtur gjallë kujtesën. Reçaku nuk është vetëm një vend në hartë. Reçaku është një plagë e hapur në ndërgjegjen kolektive dhe një kujtesë e përhershme e çmimit të lirisë. Në këtë akademi përkujtimore nderojmë jetët e humbura, nderojmë familjet që mbajnë barën e dhimbjes dhe riafirmojmë zotimin tonë se kujtesa për Reçakun do të ruhet me dinjitet dhe me përgjegjësi. Prandaj në këtë momente ju ftoj që t'i nderojmë me 1 minutë heshtje. Faleminderit, tani ju ftoj të qëndroni në këmbë edhe për pak, sepse këtë akademi do ta nisim me intonimin e himnit shtetëror dhe himnit kombëtar. Të nderuar pranishëm, tani kam nderin që t'ja fjalën shkëlqësisë së saj, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, Presidente e Republikës së Kosovës. I nderuar kryetar i Kuvendit zoti Basha, i nderuar kryeministër i Republikës zoti Kurti, i nderuar kryetari i komunës zoti Aliu, i nderuar ambasador Walker dhe zonja Walker, të nderuar ministra, deputet,
përfaqësues të institucioneve të sigurisë, të nderuar ambasador, të dashura familje të viktimave të masakrës së Reçakut, përfaqësues të institucioneve, të shoqatave të dalë nga lufta, të nderuar të pranishëm. Ka vende që mbeten përgjithmonë dëshmi. Ka vende që nuk heshtin kurrë. E ku gjurma e dhimbjes është po aq e freskët sa ishte edhe para 27 vitesh. Ka vende që u bën zgjimi i ndërgjegjes së botës demokratike. I tillë është Reçaku. Reçaku nuk është vetëm një emër në historinë e Republikës sonë, por u bë pikë kthese. Kthes që e qartësoi para botës realitetin e hidhur të regjimit gjenocidal serb ndaj civilëve të pafajshëm në Kosovë. Me 15 januar 1999, Reçaku u bë simbol i vuajtjes së një populli që kërkonte liri, por edhe simbol i guximit. I guximit për ta quajtur krimin me emrin e vërtet. Këtë guxim e dëshmoi ai që edhe sot mbetet simboli i së vërtetës, ambasadori William Walker. Ndër njerëzimit. Këto ishin ambasadorit William Walker, të shqiptuara me 16 januar 1999 në Reçak. E mbi të gjitha ja zhveshën maskën gënjesës së regjimit gjenocidal të Serbisë. Në këtë vend ku toka ende mban peshën e dhimbjes, 27 vjet më parë, 45 civil burra e gra e të moshuar të këtij fshati u masakruan mizorisht, shumica në kodrën e Bebushit. U vranë vetëm sepse ishin shqiptar. Njerëz që kërkonin të jetonin të lirë në tokën e tyre. Në mesin e 45 martirëve ishte edhe babai dhe motra e Benjamin Mehmetit. Atë ditë të ftohtë janari, fati i 2 vëllezërve binjak u nda nga një vendim i pafajshëm i rikthimit në shtëpi. Benjamini vendosi të qëndroj edhe një natë të dajt e tij në fshatin Godanc, ndërkaq Elhamiu vendosi të rikthehej në shtëpi në Reçak. Por kthimi në shtëpi ishte sa dëshirë e madhe, po aq ankth, pasiguri dhe rrezik mbi të gjitha. Në ditën e tmerrshme të 15 januarit 1999, rrugën Elhamiut ja pren plumbat e regjimit gjenocidal Serbis, nga cilët ai mbeti plagosur, teksa motra Hanëm Shaja u vra derisa tentoi të dilte në ndihmë vëllait të saj. Siç bën çdo motër për vëllain e vet. Makthi për familjen nuk mbaroi me kaq. Benjamini humbi edhe babain, po atë ditë. Dhimbja e Benjamin Mehmetit nuk është individuale, por është një dhimbje e gjithë Kosovës. Është një dhimbje e secilit në Reçak, sepse ata që humbën më të dashurit e tyre ishin shumë, janë shumë, janë në mesin tonë çdo ditë. Në Kosovë secili ka dhënë diçka për lirin. Dikush gjak, dikush pushk, dikush djers, e dikush lot që nuk ndalen as sot. E pikrisht kjo sakrificë e bëri lirin e mundshme. E bëri të mundshëm edhe shtetin ton të pavarur, i cili i dedikohet secilit që dha mund dhe që bëri sakrificë në mënyrën e vetë që sot jetojmë të lirë në Republikën e Kosovës. Të nderuar të pranishëm,
Masakra e Reçakut ishte kthes historike nga se pamjet e asaj dite të rëndit të ndërgjegjën ndërkombëtare dhe mobilizuan diplomacin botërore. Kjo ndodhi sepse një njeri, ambasadori William Walker, i cili, sikurse çdo përvjetor edhe sot ndodhet këtu me ne, pati guximin ta cilësoj krimin me emrin e tij të vërtet. Ai nuk u përkul para propagandës së Miloševićit. Ai i dha zët së të vërtetës ndaj populli i Kosovës do të jetë përjetësisht mirënjohës. Faleminderit ambasador Walker për të vërtetën, sepse në sajë të saj bota njohu krimin që Serbia e kishte kryer ndaj viktimave të pafajshme në Republikën e Kosovës. Kjo ishte e qartë atëherë e kjo është e qartë edhe sot dhe do të mbetet e tillë gjithnjë, pavarësisht pretendimeve të Serbisë për rishkrim të historisë. Rrëfimin për tmerrin e 15 janarit të vitit 1999 ju e përjetësuat edhe në librin tuaj autorial Reçak, historia e një krimi lufte. Dëshmia e atëhershme dhe kjo e sotmja janë vulë e së vërtetës së Reçakut për ne dhe për brezat që do të vinë pas nesh. Fjalët tuaja trasuan rrugën për ndërhyrjen e NATO-s, e cila krahas luftës së drejtë të vajzave dhe djemve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e bëri të mundshme për mbushjen e ëndrrëson shekullore për liri. Vajzat dhe djemtë e UÇK-s ishin përfaqësuesit më të denj të një brezi që nuk u gjunjëzuan kurrë përballë terrorit serb. Ata mbrojtën pragun e shtëpisë, mbrojtën popullatën e pafajshme, mbrojtën dinjitetin dhe rikthyen shpresën, ndaj u jemi përjetësisht mirënjohës secilit nga 3000 dëshmorët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe ata që e dhanë jetën në Reçak. U jemi mirënjohës njëkohësisht të gjithë veteranëve dhe invalidëve të luftës, të cilët akoma edhe sot mbajnë barrën e mbrojtjes së luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot ndërsa Reçaku ende kërkon drejtësi, përballemi me mohimin, me relativizimin e krimit dhe me vazhdimsinë e një mendësie që prodhoi gjenocid. Por e vërteta nuk zhbëhet kurrë. Reçaku është dëshmi. Reçaku është fakt historik. Këtu, në këtë tokë, ku janari u shndrua në varr, e ku klithmat e dhimbjes nuk u shuan kurrë, këtu është dëshmia e përjetshme. Prandaj ne kemi obligim mos të heshtim kurrë, të flasim çdo ditë, në çdo forum, këtu e kudo në botë, të dëshmojmë se në vitet e 90-ta populli i Kosovës mbrojti pragun e shtëpisë nga një regjim gjenocidal. Të nderuar të pranishëm, Reçaku ende flet fuqishëm nëpërmjet thirrjes për drejtësi, sepse Reçaku ishte krim i planifikuar, i kryer me qëllim për shfarosje. Ndaj sikurse për çdo krim tjetër, ne akoma thrasim dhe punojmë për drejtësi. Sot dhimbja nuk vjen vetëm nga ajo që ndodhi atë ditë, por edhe nga ajo që nuk ndodhi më pas. Nga mungesa e drejtësisë dhe nga përpjekjet për ta relativizuar, mohuar apo deformuar të vërtetën, përpjekje këto që vazhdojnë në Serbi. Drejtësia për Reçakun ende mbetet peng, ndaj nuk do të rreshtim së kërkuari atë, nga bindja se pa drejtësi nuk ka paqe të qëndrueshme, pa drejtësi nuk ka pajtim të vërtet, e pa drejtësi historia gjithnjë rrezikon të përsëritet. Prandaj sot jemi këtu dhe do të jemi çdo herë për të mos lejuar që viktimat të vriten për herë të dytë nga harresa apo nga mohimi. Ne nuk do të harrojmë kurrë dhe kujtimi për të rënët do të jetë udhërrëfyes në çdo haptonin në forcimin e Republikës sonë të lirë, sovrane e të pavarur. Qofti përjetshëm kujtimi për martirët e Reçakut, lavdi për gjithë dëshmorët e UÇK-s, Zoti e bekoftë Reçakun, Kosovën dhe gjithë popullin tonë. Faleminderit zonja presidente. E tani fjalën e ka shkëlqësia e tij, Dimal Basha, kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Nderuara Presidente e Republikës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, nderuar Kryeministri i Republikës, zoti Albin Kurti, nderuar zëvendës komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës, zoti Enver Cikaçi, nderuar ambasador dhe mik i përjetshëm i popullit shqiptar, zoti William Walker, nderuar kryetari i komunës, zoti Qemaj Aliu, të nderuar përfaqësues të korit diplomatik, nderuar kryetari i fshatit Reçak, zoti Adem Ramadani, të nderuar familjarë të martirëve dhe dëshmorëve të Reçakut, të nderuar veteran, invalid, përfaqësues të shoqatave të dola nga lufta, të nderuar përfaqësues të institucioneve, anëtar të qeverisë, kryetar të komunave, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotëri. Sot, me peshë të madhe në zemër, e përkujtojmë një prej ditëve më të rënda dhe më të dhëmshme në historinë tonë kombëtare, 15 janarin e vitit 1999, kur në fshatin Reçak, forcat serbe morën barbarisht jetën e 45 qytetarëve tonë të pafajshëm, në mesin e të cilëve gra, burra, pleqë dhe fëmijë, të cilët u masakruan dhe na lanë plagë të pashërueshme në zemrën e secilit prej nesh. Atë botë, Reçaku bë pasqyra më e qartë e terrorit sistematik që ushtruan ndaj popullit tonë. Masakra në Reçak e nxori në pa fytyrën e shëmtuar të ideologjisë fashiste të Serbisë së Slobodan Miloševićit, që synonte shuarjen e popullit tonë me çdo kusht. Reçaku ishte tragjedie përsëritur në historinë tonë, por për herë të parë ajo mori vëmendjen e gjithë botës. Reçaku ishte pika e kthesës dhe fillimi i fundit të atij shovenizmi të egër. Ajo tragjedie të mërshme bëri që bota të zgjojë nga heshtja e gjatë, krimin e Reçak tronditit në ndërgjegje ndërkombëtare dhe bëri të pashmangshëm intervenimin për të shpëtuar një popull ndaj të cilit po dëshmuohej me vepra tendenca për shfarose. Kjo tragjedie përsëritur në historinë tonë për herë të parë po shihej, po dëgjohej dhe po merrej seriozisht nga e gjithë bota. Dhe për këtë vëmendje, një merit të veçantë e ka miku i Reçakut, miku i kombit shqiptar dhe mbrojtësi i pa kompromis i së vërtetës, ambasadori William Walker. Ishte ambasadori William Walker i cili, kur i po trupat e të masakruarve në Reçak, e cilësoi dhe dënoi atë si krim kundër njerëzimit dhe e bëri të pamundur për botën që të mbyllte sytë para së vërtetës. Dear Ambassador Walker, on behalf of the Parliament of Kosovo, we extend our deepest and most sincere gratitude for your courage, your integrity, and your unwavering commitment to truth. By speaking out and revealing to the world the horrific crimes committed against innocent civilians, you ensured that humanity could no longer look away. In our nation's darkest and most painful hours, you stood with our people, giving voice to their suffering and dignity to their sacrifice. For this, all citizens of Kosovo will remain forever grateful. So thank you, Mr. Ambassador. Edhe sot pas 27 vjetësh nga ajo ditë rënd, plagët vazhdojnë të mbesin të hapura. Askush, as nga pjesëmarrësit, as nga urdhërdhënësit e palës agresore ende nuk kanë dhënë përgjegjësi për këtë akt mizor. Kjo plagë rëndohet edhe më shumë nga politika e mohimit, nga mungesa e pendesës dhe nga refuzimi i Serbisë për të kërkuar falje për krimet e saj. Kjo dëshmon se Serbia nuk ka ndryshuar, ajo nuk është distancuar nga e kaluara e saj, por vetëm pret momentin për të vazhduar të njëjtën ideologji kriminale. Kemi shembuj ku organizimet kriminale Serbia i vazhdon në veri, intimidime ndaj qytetarëve, sulmin terrorist në bazë kuro heroikisht rreshteri në Afrin Bunjoku, pastaj sulmit terrorist i detonimit e Ibër Lepens, gjitha këto janë dëshmi të vazhdimësisë së mendësisë kriminale dhe hegemoniste që vizotron në Serbi. Dhe për këtu veprime nuk ka as përgjegjësi nga Serbia, e fatkeqësisht as masa e as ndëshkime nga bashkësia ndërkombëtare. Tash, ne si popull, me gjithë ndëshkimet, duhet të ndihemi krenar, sepse Kosova me gjithë vujtjet është shembull i demokracisë, ndërsa Serbia mbetet relikt i fashizmit dhe autokracisë. Ka pafund shembuj që vërtetojnë këtë. Klasa jonë politike vazhdon çështjen konstruktive
e paqëdorshme me të gjitha vujtjet e padrejtësisë që ka përjetuar. Kemi shembullin ku kryeministri Kurti ka qenë i kidnapuar dhe i maltretuar në burgjet e Serbisë. Zavensk kryeministri Adonika Gërvolla, ku i është vrarë edhe baba edhe agje nga Udba famkeqe pra nga shteti i Serbisë. Presidenti historik Rugova gjithashtu ja ka vrarë babon. E kemi ish nënkryetaren e kuvendit Saranda Bogojevci, e cila me trupin e saj mbon 16 plumba dhe ju kanë vrarë plot anëtarë të familjes dhe të masakruar. E kemi familjen Haradinaj, e cila ka 2 vëllezër dëshmor, gjithashtu të vrarë nga forcat okupatore serbe. Pra, kemi shembuj të tërë. E megjithatë janë pikërisht liderët politik të vendit tonë që kanë përjetuar gjithë këtë dhimbje, por që vazhdojnë të jenë demokrat, paqësor dhe të gatshëm për pajtim dhe fëmijësi të mirë. Përveç politikanëve, çosin paqësore e gjeni edhe te populli jonë. Serbët jetojnë të rrethuar nga shqiptarë në 4 komunat në jug, ata punojnë, bashkëjetojnë në paqe, pa incidente, pa hakmarrje. E kemi edhe komunën e Ferizojt të afër, ku serbët çdo ditë shëtisin, punojnë e tregtojnë lirshëm. E kjo dëshmon se populli ynë ka vlera të larta njerëzore, se jemi popull paqëdashës dhe human, se nuk jemi popull i urrejtjes e hakmarrës. Ne jemi popull i Nanës Terezë, i paqes, i bamirësisë dhe i demokracisë, dhe kjo na bën krenar për popullin që i takojmë. Ndërkohë, ne e shohim anën tjetër, në Serbi kemi ende presidentin Aleksandar Vučić, i cili ka qenë ministri i propagandës në kohën e Miloševićit, i cili që vazhdon të flasë dhe të veprojë me të njëjtin mentalitet shfarosës ndaj popullit tonë. Fatkeqësia është se në Serbi nuk ka as opozitë që mendon për paqe, por gjithë struktura politike vazhdon të kultivojë të njëjtin çështje të urrejtjes, mohimit e hegemonisë. Prandaj, kujtimi i rrethshokut për ne është paralajmërim për botën se për çka qëndrojmë ne dhe për çka qëndron Serbia, është dëshmi se populli ynë dhe leadershipi i saj përfaqësojnë vlerat të paqes, demokracisë dhe të dinjitetit njerëzor, ndërsa shteti serb vazhdon të prodhojë dhunë dhe të ushqejë urrejtje. Është obligim për bashkinë ndërkombëtare që të veprojë mbi parimet që vetë i promovon, të dënojë krimin, të kërkojë drejtësi, të insistojë te Serbia në pranimin e fajet dhe në kërkimfolje, sepse vetëm mbi këto themele mund të ndërtohet një paqe e vërtet, por edhe afatgjote. Veçoku është shembull ku ende nuk kemi as drejtësi, as përgjegjësi, as pengesë. Dhe për këtë arsye, edhe paqja mbetet vështirë për t'u arritur. Është obligim për bashkinë ndërkombëtare që të veprojnë mbi këto parime, sepse këto janë edhe vlerat që ajo vetë i predikon dhe i mbron gjithandej. Por mbi të gjitha të dashur të pranishëm, është obligim që ne të qëndrojmë të bashkuar dhe të mos lejojmë asnjëherë të na përsëritet një tragjedi e tillë. Të punojmë bashkë për një ekonomi më të zhvilluar, për një arsim më cilësor, për një polici sa më të mirë dhe për një ushtri sa më të fuqishme, sepse rrethshoku na mëson se liria nuk dhurohet, por fitohet me gjak, mund dhe sakrificë, e që të ruhet, kërkohet punë dhe përkushtim i përhershëm nga të gjithë ne. Lavdi martirëve dhe dëshmorëve të rrethshokut nuk krye me komandantin Ahmet Kaçiku, lavdi dëshmorëve të lirisë, lavdi sakrificës të gjithë atyre brezave që punuan dhe kontribuan për një Kosovë të lirë. Faleminderit. Faleminderit, nderuar kryetar. Dhe tani kam nderin dhe kënaqësinë që të ftoj për fjalën e tij kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotëri Albin Kurti. E nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari kryetari i Kuvendit Republikës Kosovës, zotri Dimal Basha, i nderuari ambasador William Walker, të nderuar koleg nga ekzekutivi dhe legislativi i vendit tonë, drejtues e përfaqësues të institucioneve të shtetit, i nderuari zëvendës komandant general Enver Cikaçi, të nderuar ushtrak e policë të ushtrisë e policisë sonë,
I nderuari kryetar I komunës së Shtimës, zotëri Qemal Aliu, I nderuari kryetar I fshatit Reçak, zotëri Adem Ramadani, shkëlqësi ambasador dhe përfaqësues të tjerë diplomatik të vendeve mike të akredituara në Kosovë, I nderuara kryetare e komunës Preshevës Ardita Sinani, I nderuari Lëzim Jashari, I biri I komandantit, kryekomandantit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuara familjet dëshmorëve dhe të martirëve të kombit, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dalura nga lufta, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër, jemi mbledhur në Reçak për nderimin e kujtimit të 45 të vrarëve me 15 janar 1999. Jemi bashkë në përvjetorin e 27 për të përmbushur përgjegjësitë tona njerëzore e shtetërore që te I kalojnë kohën. Obligimin ndaj kujtesës, ndaj të vërtetës dhe ndaj drejtësisë. Të dashur familjarë të vrarëve në masakrën e Reçakut, të nderuar fëmijë dhe pasardhës të martirëve dhe dëshmorëve këtu në Reçak, sot u përkulemi me respekt të thellë. Dhembja juaj është dhembja jonë. Shteti ynë, Republika e Kosovës, ku ne jetojmë sot të lirë, I ka rënjët në gjakun e derdhur të martirëve dhe dëshmorëve në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në sakrificën dhe qëndresën e popullit tonë liridashës. Të dashura motra dhe vëllezër, krimet e kryera në Reçak nuk mund të fshihen nga historia e shtetit gjenocidal të Serbisë që I kreu, e as nga historia e popullit tonë që I përjetoi me aq shumë dhembje dhe I trashëgoi me kaq shumë vuajtje. Reçaku ishte dhe mbetet pjesë e pandashme e betejës për të vërtetën dhe drejtësinë. Ishte në qendër të procesit gjyqësor kundër Slobodan Miloševićit para Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë, duke dëshmuar se krimet në Kosovë ishin pjesë e politikës shtetërore të dhunës së Serbisë ndaj popullsisë civile shqiptare. Edhe pse ky proces nuk u përmbyll me abgjykim për shkak të vdekjes së Miloševićit, faktet dhe dëshmitë për Reçakun mbetën të regjistruara në drejtësinë ndërkombëtare si konfirmim se e vërteta për këto krime nuk mund të mohohet dhe se drejtësia, sado e vënuar, mbetet detyrim moral dhe historik. Në përmbushje të obligimit për drejtësi, kemi ndërtuar kornizën ligjore për mundësimin e gjykimit në mungesë për krimet e luftës. Në dhjetor të vitit 2025, pra në muajin që shkoi, Republika e Kosovës ndërmori edhe një hap të rëndësishëm në rrugën e drejtësisë, kur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 21 personave për masakrën e Reçakut për krime lufte. Kjo akt akuzë afirmon se krimi ka autor dhe se vërteta nuk parashkruhet. Drejtësia nuk ndalet kur kriminalet fshehen në Serbi apo edhe strehohen nga shteti atje. Drejtësia ecën për herë përpara, sepse shteti I Kosovës nuk harron kurrë. E sot, përveç 45 martirëve, përkujtojmë edhe komandantin e brigadës 161 të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Ahmet Kaqikun, I cili pikërisht sot e ka ditëlindjen, do të bëhej 62 vjeç, por kur ishte veç se 35 vjeç, bashkë me 10 luftëtarë të tjerë, ranë dëshmor të kombit në mbrojtje të kufomave të vrarëve civil, të trupave pa jetë të martirëve në Reçak. Fillimisht u varros në
varrezat e dëshmorëve në Molopolc, aty ku ishte vendi i betejës e i luftimit, ndërka sot prehet I qetë në varrezat e dëshmorëve në Ferizaj. I nderuar dhe shumë I dashuri ambasador William Walker, ju keni një vend rëndësishëm në historinë moderne të Republikës Kosovës dhe mbi të gjitha një vend veçantë në zemrat tona. Në një periudhë kur e vërteta për Kosovën shpesh anashkalohej ose zvehej në diskursin ndërkombëtar, ju e artikuluat qartë dhe me përgjegjësi realitetin e krimeve të kryera nga Serbia. Këtë dëshmi e keni lënë trashëgimi përmes librit të kujtimeve, përmbledhur në titullin Reçak, historia e një krimi lufte, për çfarë ju përgëzoj edhe një herë. Siç dokumentohet në librin tuaj, informatat fillestare që kishte marrë misioni verifikues I OSBE-s në Kosovë flisnin për 4 ose 5 të vrarë. Me 16 janar 1999, ju vendoset të vini vetë në Reçak. Dhe ajo që dëshmuat, sipas fjalëve tuaja, ishte, po citoj, masakër e qëllimshme dhe brutale e burrave dhe djemve të një fshati mbaron citati. Për këtë ju deklaruat, konsideroj veten se jam veteran I ashpër ndaj dhunës dhe mizorisë së njeriut ndaj njeriut. Por ajo që pash në Reçak ishte diçka përtej asaj. Qeveria e Republikës Kosovës e ka mbështetur botimin e librit si burim tejet I rëndësishëm historik dhe si shprehje nderimi për ata që ranë për liri. Me mirënjohje të thellë, sot e gjithmonë u jemi falendërues të gjithë miqve e partnerve ndërkombëtar që qëndruan në anën e të vërtetës në ato ditë të errta për Kosovën. Masakra e Reçakut e zgjoi ndërgjegjen ndërkombëtare dhe çoi te ndërhyrja e NATO-s. Mbështetja dhe veprimi I Bashkisë Ndërkombëtare mbeten pjesë e pandashme e historisë së shtetëndërtimit të Kosovës së bashku me luftën e lavdishme të UÇK-s. Të nderuar zonja dhe zotëri, si pjesë e përkushtimit afatgjatë shtetëror kemi themeluar me ligj Institutin për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky institut është mekanizëm I domosdoshëm për ballafaqimin me të kaluarën dhe për ndërtimin e bazës së qëndrueshme të së vërtetës për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, e që janë jo vetëm krimet luftës, po edhe krime kundër njerëzimit dhe gjenocidi I Serbisë. Për ta ruajtur të vërtetën e Reçakut për brezat që vijnë pas nesh, qeveria ka nisur procesin për zhvillimin e kompleksit memorial përmes grupit punues dhe ekipeve profesionale të angazhuara nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këto ekipe po bëjnë analizë dhe dokumentim të hollësishëm të gjendjes ekzistuese të fshatit me ndjeshmëri dhe respekt ndaj kujtimit të më të dashurve tuaj dhe për t'i dhënë me përgjegjësi kuptim dhe kujtesë popullit ton edhe në aspektin kolektiv edhe për të ardhmen përkatësisht gjeneratat e ardhshme. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, Kosova e sotme është shtet I pavarur dhe I sigurt, me institucione demokratike që funksionojnë, me stabilitet institucional, me ekonomi që rritet dhe me mirëqenie që shpërndahet, me qytetarë që jetojnë në paqe, e fëmijë që ndrojnë lirshëm falë realizimit të ëndrrës të madhe të lirisë. Liria që gëzojmë sot është fryt I përpjekjes, rezistencës dhe angazhimit të vazhdueshëm të përbashkët. Andaj sot vijojmë punojmë për një shtet që garanton e mbron të drejtat dhe dignitetin njerëzor. Me sundim të rendit dhe të ligjit, me integritet territorial e sovranitet shtetëror për zhvillim ekonomik e progres shoqëror. Sot, duke nderuar martirët e Reçakut, Republika e Kosovës reafirmon angazhimin e përhershëm, e të përjetshëm për të vërtetën, për drejtësi dhe për paqe të qëndrueshme. I përjetshëm qoftë kujtimi I martirëve dhe dëshmorëve të Reçakut dhe atyre në përgjithësi të kombit tonë mbar, të cilët ranë për lirinë që e gëzojmë sot dhe shtetin që kemi. Lavdi.
faleminderit i nderuar kryeministër. Tani kemi një moment të veçantë të kësaj akademie. Para 27 vjetësh në Reçak e vërteta u pa, u dokumentua dhe u tha me zë të lartë. Ajo vërtet nuk do të kishte jehonën që pati pa guximin moral dhe profesional të një njeriu që refuzoi të heshte. Ai nuk foli në emër të politikës, por në emër të ndërgjegjes njerëzore. Dhe fjala e tij ndryshoi rrjedhën e historisë. Fjalën e ka zoti William Walker. Faleminderit, shumë. Madam President, Mr. Prime Minister, Mr. Speaker of the Parliament, and all the rest of you who represent various parts of the population of Kosovo, and I want to pay particular thanks to those who are here representing various countries, the ambassadors of countries who recognize Kosovo. As was said, 27 years ago, and one day, I visited Kosovo, I visited Račak for the first time. It has often been told what I found and what I said. In the intervening 27 years, I have been interviewed, I have written, I have spoken words describing that day and what this ceremony commemorates. So I'm not going to go back over any of those details, as horrific as they were. I want to say a few words about those who deserve credit for what happened in the aftermath of the Račak massacre. I've heard words of praise, deserved for sure, for the KLA, for those who flew in bombers from NATO and produced what we see today. And obviously, if you had told me 27 years ago today, I would have been standing in front of a prime minister and a president of the democratically elected, independent Republic of Kosovo. I would have told you you were crazy. What all of you represent for me is the fact that so much has changed in a mere 27 years. So I just want to mention that in passing. But what I do want to mention also is that one group of people who I think deserve a lot of respect and gratitude for what they did to make the emergence of the Republic of Kosovo as it is today, but who seldom get mentioned in any of the speeches I hear, either here or in the outside of Kosovo, are those who came with me, who came to serve in Kosovo when it was still a very dangerous place. And these are the volunteers that came from 30-some countries, members of the OSCE. By the time we departed, a mere 3 months after we had arrived and tried to establish the mission, as many as 1,200 volunteers came from the member states of the OSCE. This was the Kosovo Verification Mission. So these young and old people came with many talents, with much to offer to the people of Kosovo, and with much to offer in terms of doing what they were sent here to do, which was to verify which side was doing what to what side.
I really don't hear much about the contribution of the many, many volunteers of the sister countries of Europe who came here to tell the world what was happening. They came here with no protection. The mission had no arms. We were perhaps the only people in Kosovo who were wandering around and trying to see what was happening, who were not armed, who were not protected. I often hear about my bravery or my ability to come here knowing the threat that was here of anyone trying to tell the truth or what was happening. Believe me, I did not have any fear at any time I was in Kosovo with the mission that I was in danger. I was mostly in Pristina. I had a security force. Granted, they were just a half a dozen young Kosovars who were armed with sticks, but they were there to protect me. I also had no doubt that Slobodan Milosevic, dictator that he was, violent that he was not going to harm an American ambassador. I was safe. But the 1,200 young people who came, the volunteers who came with me, were out in the villages, were out in the background of this, not country, but a province of Serbia, trying to tell the world what was going on here. I wish they had received much more credit for what they were doing and what they brought about, as well as, joining those who came from NATO, those who came from other institutions, who came from the capitals of Europe. These were young people who were really in threat, living in the village, living with families, and trying to tell the world what was happening in Kosovo. So I wish at some point in the future I will hear words of praise for the young volunteers who came with the Kosovo Verification Mission. So I come here today, as I have come almost every January 15th, to speak with audiences like this, people who are interested in knowing what happened, knowing what role I perhaps played. I appreciate that very much, that I've been able to come, and every year it's a bigger and bigger audience, and every year there are more representatives coming, and I really appreciate the fact that this morning up on the hills of Ratchak, I met 5 or 6 ambassadors who have come from other countries. And as I say, if you had told me 27 years ago that I was going to be standing in front of a president, a prime minister, a speaker of the parliament, and diplomatic representatives of other countries of Europe, I would not have believed it. So I really appreciate the chance to be here today and see what is represented now by what the Republic of Kosovo represents. The next thing, and probably the last thing I want to tell you, is why I come here and why, in spite of the way I'm standing and worrying about my leg, what really impresses me is I come here and my wife tells me, or my friends tell me, or the Prime Minister tells me, or the President tells me, we're so glad to see you, we hope you're feeling well. When I come to Kosovo, I feel better than I feel any place else in the world. This is for me, my home. You are my family. You are my friends. So I really appreciate being here. But I also want to tell you something that I really am trying to emphasize when I go around the United States and talk to audiences such as this, audiences of people who know very little about Kosovo. What has happened in the last 20 years, 25 years, 27 years, but especially since independence, which is a mere 15 or 16 years ago. I come here, and every time I come, I am impressed, I am dazzled by what is the miracle that has been unfolded here. For those of you who maybe don't travel as much as I do, maybe do not have as much experience as I have had going around the world, telling countries, telling peoples, what the United States represents, or what democracy represents. I come here and I find that what has been developed in a mere
15, 16, 17 years by the people of Kosovo, by you, is something that is a miracle. In my estimation, and I think I could prove it if you asked me to prove it, I believe that Kosovo, as it is now structured, as it is now performing, is without a doubt among the most democratic countries in the world. The people of Kosovo, given the opportunity, given the freedom, given the chance to show what they could do, have shown amazingly what they can do. I come back every 6 months and I never fail to see new signs that this is an incredible place. I just wish that we could get out to the world the message, the story of what Račak started perhaps, but what has resulted in the Kosovo of today. I am often asked, why do you, Walker, talk so much about Račak? You know, there were many other massacres. There were many other horrible things that were happening here, but you always talk about Račak. That's what the book is about that I wrote. Why did Račak produce what it has produced in terms of the modern state of the Republic of Kosovo? And I have to say, it was not because Bill Walker got up and told the truth of what he had seen that day. It was because a lot of things came together in that moment. One of the first things that came together was that I and the Kosovo Verification Mission, a British general, a Canadian colonel, and a bunch of verifiers got to Račak in the immediate aftermath of what had happened here. When the Ashadi family was killed, it took days for the story to get out. There was no one there representing the international community who could give a version of what they thought had happened. By sheer chance, I got there, the KBM got there within hours of the massacre. And all I did was say, this is what I saw, this is what I think happened, and this is who I blame. But the coming together of a lot of factors made Račak quite different from events very similar that had happened all over the province of Serbia that was called Kosovo. So I come today asking you to look at Račak, yes, for what it represents, but it also represents what happened with incredible occurrences here over the years preceding Račak and after Račak. I come to tell you that you live in a wonderful country, the most democratic country I have witnessed in my career as a diplomat. Democracy is fully in bloom here. Freedom of speech, freedom for minorities, freedom of every sort. I am here to congratulate you. I am here to tell you, get the word out. The world still does not know what Kosovo represents and what the contribution of Račak was. Thank you so much for having me. Thank you.